Rindërtimi i Qabes nga jeta e të dërguarit Muhammed a.s. Pak para ngjarjeve të lartpërmendura, afërsisht kur Aliu u mor në familje dhe Muhamedi ishte 35 vjeç. Kurejshet vendosën të rindërtonin Qaben. Aso kohe, muret e saj ngriheshin paksa mbi lartësinë e një njeriu dhe nuk ishte që ati çka nuk kuptonte se hyej lehtësisht edhe kur dera mbyllej. Dhe së fundmi ishte vjedhur një pjesë e thesarit të saj që ishte vendosur në një qemër të hapur brenda ndërtesës për këtë qëllim. Tashmë, ata e kishin siguruar tërë drurin e nevojitur për qatin. Ania, një tregtari grek, ishte shtyrë në breg duke dëmtuar për te riparimit në Gjide, kështu që ja kishin marrë trarët për t'i përdorur si mahi, dhe aso kohë në Mekë rastisi një kopt që ishte marangos, i shkathët. Por frikëndërimi i tyre ndaj Qabes ishte i atill sa që nguruan të vinin dorë mbi të. Plani ishte që t'ja rënonin muret prej guresh, të ciltër ata rindërtonin të tërën. Por druheshin se mos shkaktonin fajin e sakrilegjit, dhe ngurimi i tyre u rit së tepërmi me shfaqjen e një gjarpri të madh, që e kishte bërë zakon të dilte çdo ditë nga qemeri për të marrë diell prej mureve të Qabes. Nëse afrohej kush, ai ngrinte kokën dhe fërshfëllonte me nofulla gogësitëse, dhe ata ishin të tmerruar prej tij. Por një ditë, teksa i porinte në diell, Zoti dërgoi një shqiponjë, e cila kapi dhe fluturoi me të. Kështu, Kurejshet thanë në vete, tani vërtet mund të shpresojmë se Zoti është i kënaqur me njëtin ton. Kemi një mjeshtër, zemrat e të cilit është më ne, si dhe drurin, dhe Zoti na hoqi qafe gjarprin. I pari që ngriti një gur nga maja njërit prej mureve ishte Mazumasi Ebu Vap, vëllai Fatimes, gjyshes së Muhamedit. Por me të ngritur, guri i rëshqiti nga dora, e u kthye në vend, me që rast të gjitha u tërhoqën nga qabja, të friksuar nga vëzhdimi i punës. Atëherë, kryetari i Mazumeve, Velidi, biri i Mukhirës, tashmë të vdekur, mori një kazem e tha: "O Zot, pa frikë, o Zot, duam veç të mirën." Atëherë ai rrëzoi një pjesë të murit midis gurit të zi, dhe cepi Gjemenas për atë murit juglindor. Por të tjerët u tërhoqën. "Të presim e të shohim," thanë. "Nëse Velidi goditet, nuk do të rrëzojmë më prej murit, por do ta rikthejmë siç ishte. Por nëse ai nuk goditet, atëherë Zoti është i kënaqur me punën tonë dhe do ta rrëzojmë të gjithin për tokë." Nata kaloi pa bela, e Velidi nisi punën sërish në agim, kështu që ju bashkuan edhe të tjerët. E kur muret ishin rrëzuar, të gjitha deri te themeli i Ibrahimit, ata ndeshën gur kaldremi të gjelbërt, sa një gung deveje të vënë bri njëri tjetrit. Dikush vuri një qysqi mes dy prej këtyre gurëve për ta nxjerrë njërin. Por qysh në lëvizjen e parë të gurit, një dridhje rrëqethëse përshkroi krejt Mekën dhe ata morën si shej që themeli duhej lëni pa trazuar. Brenda cepit të gurit të zi, gjetën një copë shkrimi në siriajsht. Ata e ruajtën pa e ditur se ç'ishte, gjërsa njëri prej qifuteve u lexoi: "Unë jam Zoti, zotëruesi i bekës. E krijova të ditën që krijova qejtë, e tokën. Ditën kur sajova diellin e hënën dhe vendosa përreth saj 7 engjëj të pacënueshëm. Ajo do të qëndrojë për sa kohë të qëndrojnë dy kodra të saj, e bekuar për popullin e vet me gjumësht dhe ujë. Një tjetër copë shkrese u gjet nën mekamin e Ibrahimit, gurit e vogël pra derës së Qabes,
që mbart vullën e mrekullueshme të këmbës së tij. Meka është shtëpia e shenjtë të Zotit. Furnizimi i vjen nga 3 drejtime. Te mos janë njerëzit e saj të parët që do ta përdosin. Tani, Kurejshët mblodhen më shumë gur, krahas atyre që kishin dashme për të arritur lartësinë e ndërtesës. Ata punuan veç e veç, klan pas klani, gjersa muret ishin mjaft të larta për të ndërtuar sërish gurin e zi në cepin e vet. Atëherë plasi një mosmarrveshjeje e dhunshme mes tyre, sepse çdo klan donte të kishte nderin e vënies së gurit të vendin e vet. Bllokimi zgjati për 4 a 5 ditë dhe tensioni ishte rritur deri në atë pikë sa të bëheshin aleanca dhe të nisnin përgatitjet për luftë, kur më i moshmi propozoi një zgjidhje. O Kurejsh, tha ai, merrni si arbitër mes jush, për këtë, mbi të cilën po dalloni, të parin që po të hyj në portën e kësaj xhamie. Rrethina rrotull Qabes quhej xhami mesxhit, sepse riti i vendosi së ballit mbi dhe për Zotin në drejtim të shtëpisë së shenjtë ishte kryer atje, qysh në kohën e Ibrahimit dhe Ismailit. Ata u pajtuan të ndiqnin këshillën e plakut, dhe i pari që hyri në xhami që Muhamedi, i cili sapo ishte kthyer në Mekë pas një mungese, pamja atij prodhoi pranim të menjëhershëm e spontan se ja ku ishte personi i duhur për këtë detyrë. Mbërritja e tij u përshëndet me thirrje e murmurima kënaqësie. Është El Emini, thanë disa. E pranojmë gjykimin e tij, thanë të tjerë. Është Muhamedi. Kur ja shpjeguan çështjen, ai tha: "Sillmë një gum." Kur ja sollën, ai e shtroi për tokë dhe duke marrë gurin e zi, e vendosi në mes të saj. "Secili nga klanet të kapet për anën e gunës," tha ai. "Atëherë ngriheni lart, të gjithë së bashku." Dhe kur e ngritën në lartësinë e duhur, ai e mori gurin dhe vendosi në cep me duart e tij, dhe ndërtimi vazhdoi e mbaroi përmbi të.